Seanca e së hënës në gjykatën e Lezhës solli përballë drejtësisë Ruben Sarajevën, i dyshuar për ekzekutimin e biznesmenit Ardian Nikulaj gjatë muajve të fundit, në sadh janë thirrur për të dëshmuar të afërmit e të dy palëve, ndërsa në këtë seancë u paraqitën dëshmitë e nënës Edmond Haxhis dhe të afërmëve të tij Nërtila Haxhia, të cilët dhanë detaje mbi lëvizjen e Edmondit para ngjarjes së rëndë. Të dyja dëshmitarët theksuan se Edmond Haxhia kishte ardhur në Shqipëri për të kryer procedurat për martesë dhe për të përgatitur dokumentacionin për udhëtimin drejt Anglisë, ku jetonte bashkëshortja e tij. Nëna e tij shprehu se nuk kishte dieni për vendodhjen e djalit dhe gjatë dëshmisë u shfaq rënduar emocionalisht, duke kërkuar mbështetje nga avokati Çakrani për të përballuar momentet e vështira gjatë pyetjeve të gjykatës. Prokurori i çështjes kërkoi thirrjen e një dëshmitari të ri që mund të japë informacione të mëtejshme mbi ngjarjen dhe rrethanat që shuan deri në ekzekutimin e Nikulajt. Ndërkohë, mbrojtja e Ruben Sarajevës, e përfaqësuar nga avokati Çakrani, kërkoi paraqitje në gjykatë e ish bashkëshortes së Edmond Haxhis, me qëllim sqarimit të rolit të mundshëm të saj për të vërtetuar se klienti i tij nuk ishte ndërhyrë në mënyrë të drejtpërdrejtë për ngjarjet që ndodhen. Seanca e radhës u caktua në 17 nëntor, ku pritet të dëgjohen dëshmi të reja që mund të hedhin dritë mbi ngjarjen e rëndë të ndodhur në Shëngjin 2 vite më parë.